Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë leximin e javës nga data 1 deri në datën 7 prill. Ju uroj një muaj të mbar, por dhe një javë sa më të mbar të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju mund të dëgjoni dhe shenjën tuaj ascendente. Dhe ju ftoj të ndiqni videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit prill, sepse aty shtrihet i gjithë muaji. Por dhe temat e tjera që janë postuar. Mund të dëgjoni dhe eklipsin, sepse ka efektet e veta edhe 3 ditë mbrapa. Dhe aty është folur nga ana astrologjike në bazë të datave të lindjes. Dhe shohim se si do jetë java dhe fillojmë me shenjën e Dashit. Shoh që është një javë ku ju do keni fillime të reja, mund të jetë një njohje re, ose një lidhje re që ju do krijoni, dhe shoh që do keni një takim. Ndërsa për pjesën e personave që do janë në njohje ose në lidhje, ju do mendoni të çoni para njohjet, lidhjet tuaja, por dhe marrëdhëniet tuaja. Ndërkohë, një pjesë prej jush mund të keni finalizime gjatë kësaj periudhe, ju do mendoni që të finalizoni lidhjen që keni ose njohjen. Ju shoh pak të ftohtë, do përdorni më tepër pjesën e logjikës se sa pjesën e zemrës. Por gjithsesi, edhe pse do ndiheni të tillë, unë ju shoh që do merrni vendime të rëndësishme në lidhje me dashurinë. Ndërsa për një pjesë tjetër do hyni në partneritete, do keni kontrata të rëndësishme dhe shoh fillime të reja, kontratash, bashkëpunimesh, partneritetesh, por që do t'ju sjellin një lloj qetësie brenda vetes. Ndërkohë, ju shoh që merrni vendime të rëndësishme në lidhje me këto partneritete ose me një bashkëpunim te vendi punës, me karrierën tuaj, ju do merrni vendime të rëndësishme. Keni marrë eksperienca ndoshta nga periudhat e mëparshme në lidhje me punën, por dhe nga ana ekonomike. Gjithsesi, është një javë fantastike, me lajme të mira, me takime, njohje, kontrata, vendime të rëndësishme, ndërsa një pjesë prej jush mund të keni të bëni me institucionet shtetërore. Disa prej jush mund të keni lidhje me dokumenta të ndryshme gjatë javës së parë dhe aty do merrni lajme të mira, por ndërkohë do keni dhe një person që do t'ju mbështesi. Është një javë fantastike, nuk e di, por është një javë shumë e mirë për ju, ndoshta ju është edhe muaji juaj, muaji prill. Ju uroj gëzuar ditëlindjen të gjithëve. Atëherë mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Demit. Atëherë do shohim se si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbar të gjithëve, edhe një muaj sa më të mbar. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e muajit prill, sepse aty shtrihet i gjithë muaji, por dhe videon e eklipsit. Atëherë shohim energjinë që na vjen. Është një javë ku ju nuk e di, por ngeceni mendime në lidhje me një fillim të ri. Ndërkohë, jeni përqendruar, do përqendroheni në një lloj trishtimi që ka lidhje me humbje nga e kaluara. Mund të jetë humbja e një personi, mund të jetë humbja e një pune, mund të jetë një humbje ekonomike, ose diçka nuk ka shkuar mirë aty dhe ka bërë që ju të humbisni disa para, por mund të jenë dhe humbje të ndryshme. Dhe ju shoh që jeni përqendruar shumë te kjo situatë.
por ju keni mundësi dhe oferta pa fund, si në lidhje me dashurinë, me punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike shof. Shifni ofertat, mos u përqendroni në trishtim dhe në gjërat të së kaluarës tuaj. Sepse nuk ju lejojnë të ecni përpara dhe të shikoni mundësitë që do t'ju vinë. Gjithsesi, keni ngecur në mendime në lidhje me këtë situatë, më falni, nuk e di, por mendoni negativisht në lidhje me diçka që ju keni humbur, një marrëdhënie, një njohje, një lidhje, ose një punë, një projekt, një bashkëpunim, ose një kontratë të rëndësishme, dhe ju shoh që mendoni negativisht. Duhet të dilni nga këto mendimet, sepse rruga është e hapur në lidhje me një fillim të ri që ju dëshironi të bëni. Në qoftë se ju do të dilni nga këto situata trishtimi që ju mbajnë brapa, atëherë mundësitë ja ku i keni. E keni një fillim të ri, mund të jetë një fillim i ri në dashuri, një njohje ose një lidhje e re. Në rastin tjetër ju do dëshironi që të bëni një fillim të ri në marrëdhëniet tuaja, edhe pse mund të keni pasur humbjet tuaja gjatë kësaj marrëdhënieje, por gjithsesi shoh fillime të reja në punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike, që do marrin një zhvillim shumë të mirë gjatë javës së parë. Gjithsesi, e rëndësishme është që të dilni nga situatat e trishtimit, nga situatat e humbjes, të shikoni mundësitë, të dilni nga mendimet negative, dhe kur themi mendime negative, nuk është se mendoni negativisht për njeri, thjesht ju i mendoni situatat të vështira. Dhe nuk është kjo që ju mendoni, sepse rruga është e hapur. Nuk janë thjesht mendimet tuaja, ju mendoni, sikur nuk harrini dot të dilni nga këto situata dhe të shikoni mundësitë. Por kjo nuk është e vërtet, sepse rrugën e keni të hapur dhe keni fillime të reja që do marrin zhvillime shumë të mira. Dhe këtë mund ta merrni në lidhje me dashurinë, me punën tuaj, nga ana ekonomike, me fëmijët tuaj. Për një pjesë tjetër, shoh që ju keni lidhje me dokumentat, ndoshta dëshironi të bëni një fillim, ju mendoni që nuk do bëhet gjë me pjesën e dokumentave, por unë shoh që ju do ta bëni këtë. Mund të keni edhe fillimin e një projekti, të një bashkëpunimi, një karrierë ose një punë të re, që do t'ju sjellë zhvillime shumë të mira gjatë kësaj jave. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbar, por dhe një muaj sa më të mbar. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexiime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Videot e muajit prill, sepse aty përfshihet i gjithë muaji dhe jemi në fillim të muajit, por dhe eklipsin hënor, më falni, diellor, që është në datën 29 sot, por ka dhe efektet më mbrapa. Dhe shohim energjinë tuaj, dhe do lëmbet letrat. Është një energji fantastike. Ju shoh që ju gjatë kësaj jave do jeni duke menduar më tepër në lidhje me dashurinë, në lidhje me takimet, me njohje. Do keni një njohje në një ambient festiv ku ju do merrni pjesë, ose mund të jeni të mbledhur me shoqërinë tuaj, aty do njihni një person, dhe ju shoh që do keni një takim. Për pjesën tjetër, mund të jetë një person që ju e keni të shoqërisë tuaj dhe është një person nga e kaluara, që do rikthehet tek ju. Dhe këtu flasim në lidhje me dashurinë. Dhe do jeni duke e festuar këtë gjë në momentin që ky person do kthehet dhe do keni një takim me këtë person. Marrëdhëniet dhe te marrëdhëniet shohim që ju do jeni më të konsoliduar, do jeni duke festuar, shoh që do keni një lidhje shumë të fortë me fëmijët tuaj, ose ju mund të mblidheni dhe së bashku të festoni edhe me fëmijët. Për një pjesë tjetër mund të kthehen gjëra nga e kaluara, çështje nga e kaluara, ose situata ose njerëz, persona nga e kaluara që ju do t'i takoni, por janë persona që do t'ju japin gëzim, do t'ju japin lumturi. Dhe shoh që
disa prej jush mund të keni edhe takime me këtë person të së kaluarës dhe ju do t'ja kaloni shumë mirë. Është një person që do t'ju gëzoj. Ndërsa në rastin tjetër ju mund të futeni brenda fëmijës tuaj të brendshëm dhe të ndiheni mirë gjatë kësaj jave. Ndoshta do jeni duke menduar në lidhje me situata që ju keni kaluar me shoqërinë tuaj, në fëmijërinë tuaj, dhe është një javë fantastike. Në lidhje me punën, por dhe nga ana ekonomike, shoh kontrata të rëndësishme, partneritete, do jeni duke i festuar ose një punë e re që dhe do t'ju ndihmojë dikush në lidhje me këtë punë. Dhe është një person nga e kaluara që do t'ju ndihmoj. Mund të jetë një person që ju e keni pas shoqërisë tuaj ose një person që mund ta keni njohur në të kaluarën. Gjithsesi, edhe nga ana ekonomike do rikthehen çështje nga e kaluara, por që do jenë pozitive, do jenë shumë të mira. Ndoshta ju do rikthehet, ju do arrini të riktheni anën ekonomike në një situatë më të mirë se ç'jeni. Ndoshta ju jeni duke menduar se si keni qenë në të kaluar nga ana ekonomike dhe shoh që ju përsëri do gëzoni në momentin që edhe ekonomia do shkojë mirë. Gjithsesi, është një javë fantastike edhe për ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Gafores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lehtësime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te numri i WhatsAppit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit prill, sepse po futemi në muajin prill, dhe ju uroj një javë të mbar, por dhe një muaj sa më të mbar, por edhe videon e eklipsit, sepse ka ndikimet e veta edhe 3 ditë më mbrapa. Dhe shohim energjinë. Këto lën shumë letra, më duhet t'i bashkoj. Është një javë ku ju mund të keni udhëtime, mund të jenë udhëtime të shkurtra ose të gjata që mund të bëni gjatë kësaj periudhe. Ndërkohë do keni një ofertë, mund të jetë një ofertë në dashuri. Ju ndjeni pak të pakënaqur, nuk e di. Mendoni që keni dhënë shumë te një person dhe nuk keni marrë aq sa duhet, por gjithsesi jeni në energjinë tuaj këtu, jemi në energjinë e Marsit, ju jeni në muajin tuaj. Dhe ju shoh që do t'i vendosni qëllime vetes në lidhje me këtë ofertë që do t'ju vi. Në rastin tjetër, për gjithë ata që janë në njohje ose në lidhje ose dhe në marrëdhënie, ju mund të ndiheni gjatë mesit të javës pak të pakënaqur, sepse ju mendoni që jepni më shumë dashuri te partneri ose te partnerja dhe merrni më pak. Gjithsesi do t'i vendosni qëllime vetes, sepse ju shoh që do jeni me shumë pasion dhe do jeni shumë entuziast, ndërkohë shoh që dëshironi që t'i çoni marrëdhëniet tuaja para. Do vendosni qëllime vetes, ndoshta për të ndryshuar situatat në lidhje me marrëdhëniet që keni. Në punën tuaj, por dhe në anën tuaj ekonomike, por gjithsesi me punën do keni një ofertë të mirë që do t'ju vi gjatë fillimit të javës. Ju do të jeni duke menduar shumë seriozisht këtë ofertë. Ndërkohë, mund të jetë një ofertë që mund ta merrni në një udhëtim që ju do shkoni, ose ju do merrni një ofertë për të shkuar në një udhëtim. Mund të jetë një udhëtim jashtë shtetit ose nga një qytet në një qytetin tjetër, mund të jetë për arsye pune ose edhe për arsye të tjera. Dhe ju shoh që ju i vendosni qëllime vetes për ta bërë këtë gjë, sepse ju shoh ndoshta te puna ku jeni, ju ndoshta keni punuar shumë, keni investuar shumë në një punë, në një projekt, në një bashkëpunim, por ndiheni pak të pakënaqur. Nuk është se të ardhurat tuaja kanë qenë ato që ju keni menduar. Në rastin tjetër, për një pjesë tjetër, ju mund keni arritur një lloj standardi në lidhje me anën ekonomike, me punën tuaj.
Shoh që keni punuar shumë fort dhe gjatë kësaj jave do jeni plot ide. Do keni ide, por ndërkohë në momentin që t'ju vinë këto ide në mes të javës, ju do t'i vendosni qëllime vetes, do ndjeni shumë entuziast për të çuar idetë tuaja para. Dhe këtu flasim në lidhje me projektet, me bashkëpunimet, me karrierën tuaj, ose me partneritetet të ndryshme që mund të keni, dhe ju do dëshironi që të filloni ndoshta edhe diçka tjetër. Të bëni diçka tjetër, jo këtë punë që keni bërë që ju ka lodhur edhe ndoshta mund të ndjeni pak të kënaqur. Gjithsesi, është një javë fantastike, me oferta, me qëllime në veten tuaj, por edhe me ide. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Luanit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve, por dhe një muaj sa më të mbarë, sepse hymë në muajin prill. Dhe mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e email-it. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit prill, sepse aty shtrihet i gjithë muaji, por dhe eklipsin e diellit, sepse ka efekte edhe 3 ditë më mbrapa. Ju shoh ndjeni të lodhur nga diçka. Ndoshta ju jeni lodhur në lidhje me një njohje që mund të keni pasur, me një lidhje me një marrëdhënie, dhe ju dëshironi të jepni fund kësaj lodhje. Në lidhje me marrëdhëniet mund të jeni duke marrë shumë përgjegjësi në veten tuaj dhe kjo gjë ju ka bërë që ju të jepni fund kësaj situate për të ndryshuar gjërat, ndoshta për të aktivizuar dhe pjesëtarët e tjerë të familjes me këto punë që ju ose me këtë përgjegjësi të madhe që ju keni marrë. Në mesin e javës, ju shoh do të tregoni pak të nxituar në lidhje me fjalët që do thoni. Ju dëshironi të bëni një fillim të ri. Mund të jetë një fillim i ri në dashuri, por thjesht mos u tregoni të nxituar, sepse ndoshta nuk është momenti i duhur për të thënë ato fjalë që duhet i thoni. Dhe gjithsesi, më falni, në fund të javës së tretë, ju do harrini t'i mendoni gjërat më me logjik. Jo më me logjik, po do jeni më me këmbë në tokë në lidhje me fillimet e reja që dëshironi të bëni. Një pjesë prej jush mund të jetë dhe një person që është në distancë dhe mund të jetë personi që tregohet pak i nxituar me fjalët që ju thot. Dhe këtu flasim gjithmonë për marrëdhëniet, për njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Gjithsesi, në lidhje me punën tuaj, ju shoh që keni bërë disa punë njëkohësisht, ose një punë ju ka lodhur shumë dhe ka ardhur fundi i kësaj situate, ndërsa për një pjesë tjetër mund të keni disa punë ose projekte ose bashkëpunime në të njëjtën kohë, ju mund të bëni disa gjëra në të njëjtën kohë, por do të jepni fund që në fillim të këtij muaji, në fillim të javës së parë, duke u çliruar nga këto situata dhe duke bërë një fillim të ri. Dhe do jeni duke nxituar me një fillim të ri. Ndoshta do tregoni më të vrrullshëm, thjesht duhet keni kujdes në lidhje me komunikimin, por kjo do ndodhi në mesin e javës dhe në fundin e javës, ju shoh, ju do mendoni më seriozisht në lidhje me punën tuaj, me një punë të re, me anën tuaj ekonomike, por ndërkohë mund të jetë dhe një person i familjes që do t'ju mbështesi. Mund t'ju mbështesi duke ju këshilluar për të frenuar këtë nxitim që ju po merrni ose këtë vrull, ose në rastin tjetër ju mund të jeni të mbështetur edhe nga ana ekonomike. Dhe është një person i dashur, mund të jetë një nëna juaj, por mund të jetë një motra juaj, dhe këtu flasim gjithmonë për persona shumë të dashur. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e email-it.
ju mund të dëgjoni dhe ascendenten ku e keni. Dhe ju ftoj të ndiqni edhe videot e kaluara, videot e muajit prill, sepse aty shtrihet i gjithë muaji, por ndërkohë dhe videot për eklipsin e diellit, sepse ka efekte edhe 3 ditë më mbrapa. Ne shohim energjinë që do na vi. Ne shohim energjinë që do na vi në lidhje me shenjën tuaj. Ju shoh që nuk e di një të vërtet do mësoni, ju do të jepni fund diçkaje, që ndoshta një sekreti, një të fshete, dhe një e vërtet do dali në dritë për ju, ose ju do mësoni një të vërtet duke i dhënë fund një situate që mund t'ju ketë mbajtur pak në një situatë që mund t'jenë gjëra që ju keni mbajtur sekret, ose dikush ju ka mbajtur një sekret, dhe shoh që gjëra dalin në dritë. Ju mbyllni një diçka që ju ka munduar në lidhje me këtë gjë, dhe këtu flasim në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, dhe ju do ndjeni shumë entuziast mbas diçkaje që do dali në dritë, dhe do dëshironi të hidhni hapa para ose të filloni gjithçka nga zerua. Dhe ju shoh që do të jepni drejtim anës emocionale. Ju dëshironi të bëni një fillim të ri dhe do të jepni drejtim këtij fillimi të ri që do bëni. Ose në rastin tjetër, nëse jeni në njohje, në lidhje, edhe aty ju do hidhni hapa para dhe në marrëdhëniet tuaja. Do ndjeni shumë entuziast, edhe pse ju shoh që do merrni iniciativa gjatë kësaj periudhe, edhe pse ju shoh që është një situatë që ju do rrezikoni ose do riskoni në lidhje me këtë person. Gjithsesi ju shoh do të jepni drejtim emocioneve, familjes tuaj, do të jepni një drejtim më të mirë, sepse jemi te energjia e karrocës, dhe shoh që do keni dhe fillime të reja. Dhe këtu kemi hënën e plot dhe hënën e re, edhe pse nuk janë po brenda javës, por gjithsesi shoh që deri në hënën e re ju do të jepni drejtim gjithçkaje. Ndërsa në lidhje me punën, por dhe nga ana ekonomike, një pjesë ka të bëjë dhe me fëmijët tuaj në këtë rast, mund të diçka do dali në dritë, ju do ndjeni më mirë, do mbyllni situata të kaluara, dhe ju shoh shumë entuziast, ju dëshironi të hidhni hapa para, por dhe të riskoni, ose të merrni iniciativa me projektet, me bashkëpunimet të ndryshme që keni, por dhe me karrierën tuaj, dhe deri në fund të javës ju do të jepni drejtim gjithçkaje. Disa prej jush dëshironi të bëni një udhtim, dhe ose fëmijët tuaj mund të bëjnë një udhtim drejt jush, ose mund të largohen, dhe ju shoh që mund të jenë udhtime të shkurtra ose të gjata, varet, mund të jenë udhtime pune, udhtime nga një qytet në një qytet tjetër, mund t'i merrni nga më të ndryshmet. Gjithsesi, është një javë fantastike, është një javë ku ju do merrni iniciativa, ndoshta gjërat do mbyllni situata të vështira, do dalin në dritë gjërat që ju dëshironi ose që ju kanë munduar deri tani, dhe ju do të jepni drejtim çfarë do lloj gjëje që keni në jetën tuaj. Dhe këtë mund ta merrni në të gjitha llojet e situatave. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së peshores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë, por dhe një muaj sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose dhe të WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni edhe videot e kaluara të muajit prill, sepse aty shtrihet i gjithë muaji, por dhe videot e eklipsit të diellit, sepse ka efekte dhe 3 ditë më mbrapa. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e peshores. Dhe shohim. Është një javë fantastike në lidhje me ju. Ju do ta filloni me takime, me festime, me komunikim. Është një person që ka emocione, ka dashuri, dhe ju do komunikoni nëpërmjet rrjeteve sociale me këtë person.
shoh takime që do t'ju japin shumë kënaqësi, por dhe do t'i festoni. Ju jeni gjatë gjithë kohës në mesin e javës, duke komunikuar në rrjetet sociale, ose mund t'jetë dhe një komunikim nga afër. Ndoshta do merrni lajme të mira nga ky person dhe ju do veproni shumë shpejt, do ndjeni shumë entuziast, shumë të kënaqur. Ndërsa me marrëdhëniet tuaja, ju do hini themelet forta me fëmijët tuaj, në shtëpinë tuaj. Ndoshta do keni një komunikim shumë të mirë me fëmijët, për gjithë ata që janë në një marrëdhënie. Por ndërkohë do merrni dhe lajme të mira, që do t'ju bëjnë që ju të veproni shumë shpejt në momentin që ju të merrni këto lajme. Dhe kjo ka lidhje dhe me udhëtime për një pjesë prej jush, ndërsa për një pjesë tjetër shoh që ju mund të aplikoni gjatë kësaj periudhe nëpërmjet internetit, me emaile, ndoshta për një vend pune. Kjo ka lidhje shumë edhe për gjithë ata që kanë profesione në lidhje me komunikimin, që do marrin një zhvillim shumë të mirë gjatë kësaj periudhe, ku ju do ndjeni mirë, do keni lajme të mira që do t'ju vinë, ju mund të keni aplikuar për një vend pune dhe aty do merrni një lajm dhe ju do veproni shumë shpejt. Ose për t'u larguar jashtë shtetit dhe ju do veproni shumë shpejt. Gjithsesi, është një javë fantastike, ju do hidhni themelet forta me njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, me shtëpinë tuaj, me fëmijët tuaj, ndërsa në rastin tjetër do keni kontrata të rëndësishme. Dhe këto mund të jenë, ose këto mund të keni aplikuar edhe nëpërmjet rrjeteve sociale dhe aty mund të lidhni një kontratë dhe kjo gjë do t'ju gëzoj shumë. Ndërkohë do keni dhe lajme shumë të mira me punën, me projekte, me bashkëpunime të ndryshme ose me karrierën tuaj, por do jenë dhe gjëra që do vinë shumë shpejt tek ju. Do vinë shumë shpejt, në mënyrë të shpejtë të rrufeshme, por do jetë diçka që ju do t'ju bëjë që të lëvizni dhe të kapni situatat në moment për t'i çuar para. Është një javë fantastike për shenjën tuaj. Atëherë, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Akrepit. Atëherë do shohim se si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lehtësime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju uroj një javë të mbar, por dhe një muaj sa më të mbar të gjithëve. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit prill, sepse aty shtrihet i gjithë muaji, por dhe videot e eklipsit të diellit, sepse vazhdojnë efektet e eklipsit deri në datën edhe për 3 ditë mbrapa. Dhe shohim si do jetë kjo javë. Këtë video mund ta ndjekin dhe gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e Akrepit. Nuk e di, është një javë që ju shoh ju bini pak të menduar, pak të trishtuar. Një pjesë prej jush, ju mungon një person, një pjesë tjetër, ju mungon një dashuri, ose për disa të tjerë mund t'ju mungoj ana juaj ekonomike. Një pjesë tjetër, duhet keni kujdes me shëndetin tuaj. Disa të tjerë mund të ndihen të lodhur fizikisht gjatë fillimit të javës. Domethënë, do jeni në një situatë që do ndiheni të lodhur nga mungesa të ndryshme që ju mund të keni. Mungesë dashurie, mungesë parash, lodhje fizike, ose probleme me shëndetin për një pjesë prej jush. Por gjithsesi, në mesin e javës, ju keni në dorë gjithçka, të realizoni gjithçka. Në qoftë se ju mungon një person, atëherë është në dorën tuaj për të realizuar nuk e di, por ndoshta për të qenë me këtë person. Në rastin tjetër, në qoftë se një marrëdhënie, një lidhje, një njofje nuk shkon mirë, atëherë është në dorën tuaj për ta zgjidhur këtë situatë, sepse shoh që është një lloj karme, por ju keni gjithçka brenda vetes për të zgjidhur këto situata, sepse janë në dorën tuaj. Kjo ka lidhje dhe në lidhje me anën ekonomike për një pjesë prej jush, ndoshta ju keni shpenzuar, ngeleni me pak para në duar, dhe sikur aty do bini pak të trishtuar. Por ju e keni mundësinë edhe në
në lidhje me punën tuaj për të shtuar të ardhurat. Por ndërkohë për të pasur një komunikim të mirë, për të pasur emocione në lidhje me dashurinë me një person. Gjithsesi, ju shoh që keni qenë për një kohë të gjatë në gjendje pagjumësie dhe stresi, diçka ju ka munduar, por jeni drejt fundit, në fund të javës. Drejt fundit ju do ta mbyllni këtë situatë, ju mund të jeni duke menduar rreth një personi, rreth një dashurie që ju mungon, rreth një marrëdhënie, ose rreth punës tuaj, mungesës së parave për një pjesë tjetër, ndërsa për disa të tjerë rreth shëndetit ose lodhjes fizike që ju mund të keni. Por kemi kartën e magjistarit që është në qendër të kësaj jave, që ju thotë që ju i keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur gjërat ashtu si ju dëshironi. Në qoftë se ju dëshironi të zgjidhni diçka në lidhje me dashurinë, atëherë është në dorën tuaj. Në qoftë se dëshironi të zgjidhni diçka me punën, me shëndetin, nga ana ekonomike, atëherë është në dorën tuaj. Thjesht duhet të dilni nga këto situata, sepse ju shoh të trishtuar në gjendje pagjumësie, stresi që ka vazhduar për një kohë të gjatë. Gjithsesi, do jetë një javë fantastike sepse thash në qoftë se ju do t'i mendoni gjërat më pozitivisht, ju do arrini të zgjidhni çfarë do lloj situate që mund të keni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së shigjetarit. Atëherë do shohim se si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose edhe te numri i WhatsAppit. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e shigjetarit. Ju uroj të gjithëve një javë, por dhe një muaj sa më të mbar. Dhe fillojmë. Dhe letrat kërcasin, është një javë fantastike në lidhje me shenjën e shigjetarit. Ju shoh që ju do keni lajme të mira, do jeni në lëvizje, keni një ofertë dashurie, një pjesë prej jush, dhe ju shoh që do keni një takim me këtë person. Por në momentin që të bëni një takim, ju do kërkoni ndryshime të mëdha me këtë person. Ndoshta dëshironi të bëni gjëra të shpejt, sepse ju shoh që ju mund të keni qenë në një njohje, lidhje ose marrëdhënie që nuk ka funksionuar dhe ju dëshironi që ta ndryshoni këtë situatë ose në njohje për të ndërtuar gjëra më të sigurta. Dhe shoh që do keni një ofertë gjatë kësaj jave dhe do ta mendoni seriozisht këtë ofertë. Një pjesë prej jush do jeni duke flirtuar, ndoshta edhe me pjesëtar të familjes ose ju do mblidheni, jo pjesëtar të brendshëm të familjes. Ju do mblidheni, ndoshta me familjen tuaj, aty mund të keni dhe njerëz të jashtëm, dhe shoh që aty sikur do filloni të flirtoni me dikë. Dhe do dëshironi që të ndryshoni gjërat shpejt. Ndoshta do ta merrni më seriozisht këtë njohje që do bëni, ose këtë flirt. Nga një flirt mund ta kaloni diçka më shumë. Në rastin tjetër, ju shoh në lidhje me fëmijët tuaj, mund të jenë duke ardhur drejt jush, mund të merrni lajme të mira gjatë kësaj jave dhe aty sikur do ndryshoj gjithçka për ju. Dhe kjo mund të ketë lidhje edhe me një shtëpi, me një pronë, me një pasuri, mund të ketë lidhje me disa para, me shumë të konsiderueshme. Për një pjesë tjetër do merrni lajme të mira ju jeni duke kërkuar një shtëpi dhe do ta gjeni atë, dëshironi të ndryshoni jetën tuaj. Por nga ana ekonomike ju shoh mirë, sepse do merrni një shumë të konsiderueshme, por do jeni edhe duke menduar për të bërë blerje të ndryshme. Dhe tham, mund të jetë blerja një shtëpie, mund të jetë zhvendosje nga një shtëpi në një shtëpi tjetër, mund të jetë blerja një makine, në rastin tjetër mund të jetë blerje online. Ju shoh dhe në udhtime, mund të keni udhtime të shkurtra ose të gjata, por gjithsesi në fund të javës ju do ndryshoni, vjen një ndryshim i papritur. Falni në jetën tuaj. Ndoshta një njohje që do t'ju vi papritur, do t'ju ndryshoj jetën. Ju mund të ndryshoni lukun tuaj papritur, ose ju papritur mund të gjeni një shtëpi ashtu si e keni dëshiruar dhe aty do ndryshojnë ato planet tuaja. Por nga ana ekonomike ju thash me lajme të mira shumë mirë,
por dhe në lidhje me punën tuaj keni ofertat mira dhe do keni ndryshime te vendi punës. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Briciapit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbar, por dhe një muaj sa më të mbar. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të dëgjoni dhe videot e kaluara, videot e muajit prill sepse aty shtrihet i gjithë muaji, por dhe videot e eklipsit të diellit, sepse ka efektet e veta dhe 3 ditë mbrapa dhe aty është folur edhe me data, por dhe videot e tjera. Atëherë shohim si do jetë java edhe për shenjën tuaj. Këtë video mund ta ndjekin dhe atë të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e Briciapit. Ju shoh me lajme të mira që në fillim ju do keni një fillim të ri, do ndjeni shumë entuziast, një njohje ose një lidhje që ju do filloni gjatë fillimit të muajit, javën e parë, dhe do ndjeni shumë entuziast dhe do merrni iniciativa. Por ju do përballeni me disa pengesa në mes të javës me këtë person, por gjithsesi ju do t'ja dilni. Do merrni iniciativa, do ndjeni shumë entuziast, do dëshironi të riskoni për të futur në këtë njohje ose lidhje, ose në një marrëdhënie, ndërsa për pjesën tjetër ju shoh që ju do merrni lajme të mira me punën tuaj. Do merrni iniciativa në punë, por aty do përballeni me disa pengesa, por gjithsesi ju do t'ja dilni. E rëndësishme është që ju ja dilni, edhe pse do keni pengesa para. Dhe ju shoh shumë entuziast me këto fillimet e reja te vendi punës. Mund të jetë një projekt, një bashkëpunim, mund të jetë një punë e re për një pjesë tjetër, ose mund të jetë edhe diçka që ju nuk e keni bërë më përpara dhe e filloni për herë të parë, filloni nga zerua. Gjithsesi, ju do doni që ta çoni përpara këtë fillim të ri që do bëni. Ose në rastin tjetër mund të jetë një fillim i ri ekonomik, ku ju ndoshta jeni përballur me disa pengesa, ja keni dalë dhe tani është momenti që ju të merrni iniciativat për të bërë diçka. Një pjesë prej jush i shoh edhe me pak të ardhura në duar, por përsëri dhe pse do keni pak të ardhura, ju do ndjeni shumë entuziast të merrni iniciativa dhe ju mund të dëshironi të hapni një biznes, një aktivitet të ri ose diçka që ju e keni menduar dhe mund të keni pasur edhe disa pengesa, por ju jeni të vendosur për të filluar gjithçka nga zerua duke marrë iniciativa gjatë kësaj jave dhe për t'i çuar para. Ose një pjesë prej jush mund të keni lidhje me fëmijën tuaj, që nuk e di, por mund të keni pas disa pengesa aty, në lidhje me mund të jetë me studimet, mund të jetë me një punë ose diçka tjetër, por shoh që do t'ja dilni dhe shoh që një fëmija juaj do jetë shumë i vendosur në gjërat që kërkon. Dhe flasim në lidhje me studimet, me dokumentat, me një punë ose diçka tjetër. Gjithsesi, është një javë fantastike, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Ujorit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e Ujorit. Ju uroj një muaj të mbar, por dhe një javë sa më të mbar. Ju ftoj të ndiqni videot e kaluara të këtij kanali, dhe këtu flasim për videot e muajit prill, sepse aty shtrihet i gjithë muaji, por dhe videot për eklipsin e diellit, sepse ka efektet e veta edhe 3 ditë më mbrapa, dhe ndërkohë aty flitet edhe me data, për të parë sipas datave të lindjes që keni. Dhe shohim energjinë që na vjen. Ju shoh disa prej jush, një person nga e kaluara do kthehet, diçka kthehet nga e kaluara, është një person, ndoshta
është një person, dhe këtu flasim lidhje me dashurinë, që ju ka krijuar pengesa ky person, por do rikthehet. Por ju gjithsesi do t'ja dilni, edhe pse keni pas shumë pengesa, ju do t'ja dilni që ky person të rikthehet tek ju. Dhe shoh që ju do shprehni atë dashurinë ose ato emocione ose atë pasion që keni në lidhje me këtë person. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të keni një lidhje për marrëdhëniet, mund të keni një lidhje të ngushtë me fëmijët gjatë kësaj jave, dhe ose ju do jeni pak nostalgjik, do tregoni gjëra nga familja juaj, por nuk e di, por me fëmijët tuaj shoh që keni një lidhje të ngushtë, por do përballeni dhe aty, do ketë disa pengesa, ndoshta mund të jetë edhe fëmijë që rikthehen tek ju, ndoshta mund të keni pas shkëputje për një kohë të gjatë edhe rikthehen përsëri tek ju, jeni përballur me disa pengesa me fëmijët tuaj, edhe pse keni një lidhje shumë të ngushtë, gjithsesi shoh një realizim. Ju do arrini të realizoni gjërat, sepse është në dorën tuaj për të rregulluar këto situata. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të jetë rikthimi një pune nga e kaluara, ose ju mund të rikthehet një person dashamirës flasim, që ju keni kohë pa e takuar dhe mund të takoheni gjatë kësaj jave dhe do jeni dhe duke e festuar dhe do ndiheni shumë mirë. Gjithsesi me punën tuaj, ju shoh që do përballeni me pengesa në mes të javës, dhe nuk është se është gjithë java, është ndoshta një ditë ose dy, por ju do t'ja dilni në lidhje me këto pengesa. Ju do harrini të realizoni gjithçka që ju dëshironi, sepse është në dorën tuaj. Në qoftë se ju kaloni këto vështirësi, atëherë është një lloj karme. Por edhe nga ana ekonomike, shoh edhe aty që ju do harrini të realizoni diçka me punën, me karrierën, me partneritete të ndryshme, por edhe në lidhje me anën ekonomike. E rëndësishme është që ju në fund të javës do realizoni gjithçka, pavarësisht pengesave që mund t'ju dalin në mes të kësaj jave. Dhe këtë mund ta merrni në situata të ndryshme që do keni. Mund të ketë lidhje me studimet, mund të ketë lidhje me dokumentat, me udhëtime të ndryshme, ose me familjen, me shtëpinë tuaj. E rëndësishme është që ju do t'ja dilni dhe do realizoni gjërat që ju dëshironi. Atëherë kjo ishte për ju, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshqve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë, por dhe një muaj sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e peshqve. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e tjera të këtij kanali, videot e muajit prill, sepse aty shtrihet i gjithë muaji. Por dhe videot e eklipsit, por dhe video që janë postuar që janë për ju. Atëherë shohim energjinë se si do jetë për shenjën tuaj. Është një energji fantastike dhe për shenjën tuaj. Dhe ju shoh që do jetë një javë ku ju do keni takime, do keni njohje të reja. Për një pjesë tjetër ju dëshironi të finalizoni njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Ndërkohë dëshironi të hidhni themelet të forta në lidhje me dashurinë. Ju shoh të vendosur në qëllimet tuaja, por ju shoh që ju do ndiheni mirë dhe me veten tuaj. Do ndiheni më të çliruar, do gjeni paqe, lumturi brenda vetes. Ndërsa me punën tuaj dhe aty ju shoh që jeni duke festuar në fillim të javës. Ndoshta mund të jetë jeni duke e festuar në lidhje me punën, gjërat shkojnë mirë dhe ju do ta festoni këtë gjë. Ose nga ana ekonomike, ju mund të merrni ca para më shumë dhe ju do jeni duke e festuar. Gjithsesi, mund të jetë një punë që t'i krijojë një lloj stabiliteti, që ju të krijoni një lloj stabiliteti te vendi punës, me projekte, me bashkëpunime. Për një pjesë për ju do ketë dhe kontrata të rëndësishme, që është një kontratë që ju do hidhni themelet forta në këtë vend pune. Dhe shoh lajme të mira. Lajme të mira me punën, me karrierën, me bashkëpunime të ndryshme që do keni.
sepse ju shoh i vendosni qëllime vetes. Dhe është diçka që ju e keni menduar për një kohë të gjatë, mund të ketë zgjatur dhe 1 muaj. Dhe shoh më tepër është me hënën e plot, ku ju do t'i vendosni qëllime vetes për të stabilizuar gjithçka në jetën tuaj. Dhe tham, një pjesë prej jush dëshironi të stabilizoni dashurinë, njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Një pjesë tjetër dëshironi të stabilizoni punën tuaj, projektet, bashkëpunimet të ndryshme, partneritete që keni, por dhe në lidhje me kontrata gjatë kësaj jave. Dhe ju shoh që keni dhe lajme të mira, një çlirim shpirtëror, do ndiheni mirë me veten tuaj. Pjesa e beqarëve është një person që vjen drejt jush dhe ju do keni një takim me këtë person, por ndërkohë do t'i vendosni qëllime vetes me këtë njofje që ju do bëni gjatë kësaj periudhe. Është një javë fantastike edhe për shenjën tuaj. Këtë mund ta merrni edhe nga ana ekonomike ose edhe në situata të ndryshme që ju mund të jeni. Atëherë kjo ishte edhe për ju. Ju përshëndes të gjithëve, ju uroj të gjithëve një javë të mbar, por dhe një muaj sa më të mbar. Dhe dëgjim të këndshëm të kësaj videoje. Atëherë mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.